Nëse më lejoni, unë do të elaboroj. 5 kushte janë. Dhe në qoftë se nuk kena badenterë në gjykatën kushtetuese, ne kot do të marremi, a do të marrë vëmëroja 65 të na kthejë mbas, a do të marrë LSDM-ja 68 të na kthejë mbas, dhe ne nuk kena garancë institucionale. E dyta, pa pas badenterë, edhe në buxhet, edhe në rebalanset eventuale, ne jemi një hiç fare. Pastaj, kur jemi ke buxheti, duhet që të kese decentralizim fiskal të komunave, një ndër shtyllat marrëveshjes orit. Pastaj e treta është antarësimi në BE, rrugtimi i vetëm. E katra është ato që kontribojnë me para të votojnë njëjtë me shembullin e Kosovës dhe Shqipërisë, diaspora jonë e dashur, pa të cilën nuk mund të ekzistojë ky shtet. Dhe e pesta, nuk e di, e thash e katra kjo, e pesta që është më e rëndësishme, që nuk do të kese vlerë më shqiptarit votoje nëse qeverisja e ardhshme nuk bëhet me fitues. Fituesi në bllokun maqedon me fituesi në bllokun shqiptar.